Miqtë të dashur, mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi edhe këtë të martë festive. Sonte ndërrojnë studion ton dy këngëtarë të mirëfill të muzikës shqipe, të cilët dhe më herët kanë pasur në studio, mirë po në projektet e tyre të pandalshme, padyshim që prap kemi hapësirë që të diskutojmë dhe të bisedojmë së bashku me ta edhe për projekte të reja. Në studio sonte janë vëllezërit Ali Musaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje për gjithë. Mirë se jeni. Kam kënaqësinë që jeni në studio për së dyti herë në radio televizionin e Fontanës dhe ndjehem prap e lumtur me të gjitha ato këngë dhe ato projekte të reja të cilat dini t'i sillni dhe me të vërtetë është një muzikë dhe janë këngë që t'lajnë shumë përshtypje. Faleminderit që ndëruat studion sonte. Faleminderit dhe juve për ftesën dhe na shumë nderuar që na keni ftuar. Faleminderit shumë. E nisi me Avneon. Avne, si po shkon pjesa e punës në Gërbet, që po i menaxhoni atë pjesë të këngëve dhe sa po ja dilni që të punoni kaq shumë për të mos u ndalur rreth projekteve të reja? Jemi shumë të angazhuar, e tha edhe ti vet, domethënë na punojmë 100%, edhe krahas kësaj veprojmë edhe me muzikë. Është goxha një sfidë e madhe, po kur e do njëri një punë, edhe e pëlqen edhe e ka në zemër, nuk kursen asnjë gjë dhe e gjuan kohën për me sjell projekte të reja dhe këngë të reja dhe që neve dëve na përmbush. A ndodh ndonjëherë të zbehet ajo pjesa e vullnetit të punës, pasi që është gjithmonë të jesh aktiv edhe të i punu edhe familja edhe krejt ato, ka herë ndodh një lodhje shpirtërore në është ose psiqike? Po, ndonjëherë ka asnjë momente se ngarkesat janë shumë të mëdha, po prap se prap kur ndalesh edhe e ki një pauzë ose një pushim të shkurtër, kthehet motivimi edhe vullneti që me punu apet edhe me vazhdu tutje. Sami, a janë këngët ato të cilat ju japin kurajo dhe vullnet për të vazhduar non-stop të jeni aktiv? Po, në radhë parë është publiki, adhërues tonë që na shtyn me punu më shumë, që i pëlqejnë projektet tona që na i punojmë dhe i lancojmë. Po është edhe vullneti të na që kem dëshirë me punu sa më shumë projekte që me lënë diçka edhe për të ardhmen. Po. Sa ekziston vullneti i përbashkët i juaje? Apo ndodh ndonjëherë që të lodhet njëri edhe mirë po njëri, cili është shtyt gjithmonë i punës? Une jam ashtu si punës, me që mirëna edhe me kompozitorë dhe me studia dhe që zakonisht të mbinë edhe mu gjitha tekstet ose demo verzionet, ju thëmë ideve të këngëve e kështu, jam ma tepër i mbulbum këto gjana dhe manaj kur më pëlqen një gjë, një këngë ose një tekst ose një diçka, atëherë jam unë iniciatori që do thonë e bëja presionin e këngës. Të më përcjell mu. Edhe veç i ndëgjon, edhe bashkangjitet. Kur të më pëlqen, ja komentoj, ose është mirë ose është okej. Si s'të pëlqen, as nuk e komentoj, edhe ky e din automatikisht se s'është në rregull. Edhe s'kime çan pjesë e nuk e nguc më shumë me ato. Mirë, po këngët janë me të vërtetë janë shumë të mrekullueshme. Po filloj edhe me pjesën e baladave. Baladat i keni jashtëzakonisht të pavdekshme dhe janë në disa këngë që ju takojnë ndoshta edhe këngëve të vjetra të cilat gjithmonë janë po, shefe, na mundohem që me kriju gjana edhe këngë që kanë jetë gjatësi, do me thonë atë kuptimin e fjalës, nuk mundohem me bo këngë që janë të momentit, por mundohem me bo me të vërtet artë, edhe këshyrim kemi shumë, si të thamë, kujdes, nashta s'është fjala adekuate, po i përzgjedhim tekstet jashtëzakonisht shumë edhe punojmë me tekstshkrues që janë kogja. Kë keni më së shumti bashkëpunues në pjesën e teksteve të cilët asnjëherë nuk ja riktheni mbrapa propozimin për një këngë? Deri me tash muj me thonë që Fatmir Muja është ai që kemi punu mas shumti edhe që nuk u janë kthy tekstet mrapsht në të kuptimin e fjalës. Me që edhe e bone pyetjen, ka edhe tjerë që janë shumë të mirë edhe që kemi punu edhe me tjerë, janë shumë të mirë, po tash po mbaret pak edhe tema se çka po dojmë me punu. Për shembull, kemi edhe një kujshi tonin nga Lbusha, Nevruzi Mera, edhe është një tekst jashtëzakonisht i mirë që kemi punu edhe me ato shumë këngë, edhe të ardhmen
kemi në plan me punu. Po dhe tjere tash s'po himi cek me Po, emna se... pasi që çdo herë vjen diçka e re, risi, kur jeni gjithmonë aktiv. Samia, keni ndonjë rol që ndani ju së bashku gjatë këngëve ose videoklipeve? Që ti hek dorë, thu që kjo s'është gjatë këngëve jo, edhe në videoklipe nuk ka një diçka që e ndane. Domthonë nëpër ahengje kështu kur jemi, kemi rolet pak si thojnë. Ndame ky kujdeset më shumë për repertoarin, për sene, edhe nashta për pjesën artuse, ty të lajnë për seriozitet. Për seriozitet edhe me komuniku me njerëz pak a shumë kështu, për shëndetje, sene, kështu. Bukur shumë. Projekti i fundit të cilin ju keni realizuar, pasi që jemi në fillim të emisionit, kam dëshirë që s'pari të vazhdojmë me një projekt të juaj të fundit që keni realizuar, dhe patjetër bashkëpunim, muzikë, kështu shkon edhe funksionon emisionin ndoshta më mirë. Është një projekt që është punu kryesisht në Tiranë, është në bashkëpunim me këngëtaren e re Dona Gashi. Titulli i këngës është Shqipëri e Madhe, edhe na gjithmonë menojmë domethënë se herë do kur do që të bëhemi bashkë, domethënë. Me Shqipërinë bashkë jemi realisht, po tamon kështu. Edhe menojmë që na drejtim do të punojmë tonë. Punojnë të gjithë, patyshim. Atëherë do të ndjekim edhe këngën e realizuar të fundit nga vëllezërit Ali Musaj në bashkëpunim me Donën, ka? Dona Gashin, dhe do të rikthehemi prapë që të bashkëbisedojmë në studio me të ftuarit. Miq të dashur, rikthehem prapë në studio që të bashkëbisedojmë edhe me të ftuarit, edhe me këngën e fundit të cilën do të dëgjuam dhe projektin e ri të cilën e kanë realizuar, dhe dua t'ju pyes pak se si ka shkuar ky projekt, kush ka qenë iniciatori dhe ideatori i videoklipit dhe i bashkëpunimit me një këngëtare. Ideja kënga konë, domethënë e tillë që o nevojit edhe një zo femne. Edhe ideja, domethënë demo si demo, ose ideja më ka ardhur prej studios Venom nga Tirana, edhe na ka pëlqy si këngë kështu. Mandej me Donën kishim edhe para 2 vjetëve një bashkëpunim kështu me këngë më të vjetra që janë këngë dasma, këngë popullore. Edhe tani e di që Dona ka një kapacitet, domethënë që këndon jashtëzakonisht bukur edhe modern, kështu që jeni përshtat. Përshtat edhe për karakteret këngës, edhe për mesazhin dhe ato çka keni realizuar. Sa i përket për videoklipin, domethënë ja kum prezantu këngën si këngë Max Produksionit në Tiranë, dhe ai e ka ideu, domethënë idenë për videoklipin se çysh me bo dhe çysh me realizu. Edhe çysh me realizu, dhe keni ndarë të kënaqur. Shumë. Edhe kënga është shumë e bukur. Kënga e bukur, videoklipi i bukur. Na të bukur. Atë s'kemi dyshim për ju që keni qenë bukur, edhe flasë keni kompletuar pjesën edhe të këngëtarës në pjesëmarrje. Cilin zhandër muzikor e përfaqëson ti më së miri? Po tash, s'di si më thonë, na kemi prirjen të thuja në tana zhandret mundim me kënu. Si që tha? Në gjitha. Po, ma shumë popullore, unë për veti ma shumë popullore në du. Edhe përfaqëson ndoshta më mirë. Mendoj ashtu. Avni? Po, si gjatë tash komente ndryshme kem, falë si po të Jo, s'prish po bashkëbisedim. Tash me i kqyr me i lexu komente që na komentojnë njerëzit e kështu, na thonë ma shumë balada me punu. Po. Është e vërtetë. Edhe folklor. Edhe unë bëj ç't koment. Është shfrytëzoj rastin edhe folklorin e komentin. pëlqen shumë kur kemi bë disa këngë më të vjetra që janë i kemi ripërpunu dhe i kemi këndu këngë folklorike, edhe aty domethënë e vren që publiku e vlerëson. Ka një reagim ndoshta më e vlerëson jashtëzakonisht shumë. Sa i përket stilit këndimit ose stilit muzikës, si tha, zhandrit, me të vërtet gjanat që janë të mirëfillta dhe artistike, gjithmonë edhe i kemi ndëgju vetë, edhe si si fëmijë kur jemi konë, edhe se di, aty do më thonë është zhvillu edhe potenciali janë që e kemi pas,
edhe vokalin që kemi që na përshtatet për lloj zhandri, vetëm se du t'jetë shqip. Shqip. Qysh I kaloni qëto pjesën e fundvitit, pasi që nisin do pjesë festive dhe padyshim që keni dëshirë ndoshta dhe t'jeni prezent me një kohë më të gjatë në Kosovë. Sa mundeni me menaxhu pjesën e të qenerit në Kosovë dhe me lan atje, a leni atje angazhime ndoshta pezull ose mango, a nxani diçka kështu, qysh e përmbyllni vitin në pjesën e pjesëmarrjes nëpër programe festive? Po, e lehtë nuk është, sepse na, sikur thamë edhe më herët, jemi të angazhuar me punë 100% edhe do me thonë nuk kemi ma tepër kohë se sa ndoshta të thom 5 ditë, kështu që mundem me ardh në atë periudhë. Kemi ftesa pej shumë televizione dhe produksionet që na ftojnë, po për çet arsye do me thonë nuk mundem me më rri, sepse na s'mundem më najt 3 javë në atë periudhë. Dhe zakonisht në çat periudhën e fund vitit zhvillohen gjitha xhirimet. Edhe plus e bojnë me një pjesë ku nuk është as weekend, gjithmonë e bëjnë muajt ku ju jeni në punë, sigurisht. Pasi që xhirimet bëhen shumë mes jave, do me thonë, se po të është në fundjavë, kështu mundet njëri ndoshta me lëviz ma leshën, po dhe ne problemi kryesor është pushimi të na, se në pushim nuk mund me marrë ma shumë si 5 javë në vetë. Jo. Që është problemi kryesor, hadë se udhëtimet ato e organizon njëri diqysh, po. Po për pjesën e këngëve dhe videoklipeve, keni edhe këtë pjesë pak problem për me ardhë me realizu një videoklip? Po këto pjesë zakonisht I këshyrim ose këto termine I caktojmë në periudha për shembull kur ka festa, sikur që janë Pashket ose ka edhe lloj festa të tjera që janë atje. Edhe e këshyrim e shfrytëzojmë kur janë për shembull 3 ditë ose 4 ditë. Edhe e shfrytëzojmë çatë periudhë dhe vime kryjm për shembull një projekt ose një e gjysë. Qysh mundeni me I realizu këngët të projektet edhe videoklipet kur jeni 2, së është pak problem? Apo ndoshta punoni të njëjtin vend? Punojmë të njëjtin vend. Që kjo që nga jo plusi më I madhe. Njëjtën firmë realisht, kjo është një repart tjetër, unë një tjetër, po edhe ma herët kur kemi punu të një firmë tjetër, jemi kun njëjtën firmë. Edhe I kemi informu ata, do më thonë, atë ndërmarrja e kemi informu se na merrem edhe me muzikë edhe qëto janë arsyet pse na vinë se dhe nuk t'i japin për shembull 4 javë për një herë pushim, t'i japin 2 ose maksimum 3, se du me këshyr krejt ekipën. I kemi informu. A kanë mirë kuptuar ata pjesën? Po, pas shumë mirë kuptim për këtë punë edhe na I kanë po edhe projektet paka shumë. Edhe janë me, do më thonë, pak edhe të befasumun se e qysh po muni me funksionu, do më thonë, edhe 100%, familja, muzika, po, kur e donë, e donë. Kur e donë edhe punën edhe këndimin, pa dëshim, por edhe ato pjesë e këngëve të cilat dini me sjell ndoshta të mirëfillta dhe të mira shqipe, edhe kjo e sjell një lloj nostalgjie. Qysh është pjesa e rrethit të vendlindjes tuaj në pjesën e asajna çka ju performoni, kënani, a ndihen ata, me thonë, ndoshta edhe krenar, por edhe mbështetës në njëjtën kohë? Patjetër që janë krenar me neve me punën që e bujmë. Po, ka vende ka mungese që na mungojmë atë shtëpia shumë kur jemi në për xhirime, në për ndasma, në për ahengje, në për shtu. A I ndini në ndonjë situatë cikletshme me bashkëfshatarët e juj, kur ndoshta ju kanë thirrë në ndonjë dasëm ose aheng dhe nuk keni pasur mundësi në ndonjë pjesë? Po, ka ndodhë shpesh kjo. Në fakt, ka ndodhë të kushërimi ma I afër, për shembull se kem pas datë të rezervume atë datë, do me thonë një vjetë për para për I bjen, tash kur na ka thirrë ai, edhe kur t'i japi njëri fjallë, I japi fjallë, s'ka atë. Edhe s'kemi mujt me shku, edhe do me thonë,
mbetet ajo diçysh. Arsyetimi i punës. Jo, e kuptojmë, po arsyetimi i punës jemi në zonë. Jemi në zonë, domethënë, mund me lëviz datën diçka po këto është problem. Ka ndodhur një 4-5 herë në familje të ngushtë fjala, se kështu për si the bashkëfetarëve kështu ka ndodhur edhe më shpesh, po flas tamam për familjen e ngushtë, edhe rrethin e ngushtë. Sami, qysh e përmbledh një vit? Qysh ka qenë për ty, cilat kanë qenë ato ramjet, ngritjet për ty, çka sheh sukses, çka sheh dështim, pasi që edhe dështimet duhet të jenë pjesë e jetës. Dështim nuk shoh. Në fakt fjalo kohës që të sanë. Suksesi vjen nga dal, me punu njerë, me angazhu. Edhe të me thonë, ka qenë... Mu dërzu nuk ban, mu dëshpru nuk ban. Jo, absolut. Ti duhesh më konë i sigur në vetën që e ka punon, që e ka bënë mirë diçka, tjerët e vlerësojnë. Se ta vlerësojnë sot, i vjen koha ma vonë. Pikrisht, është shumë e vërtet. Avni, qysh ka qenë viti për ty, çka ke qenë diçka ndoshta që shen një sukses të veçantë, ose një diçka dëshpërim ndoshta të veçantë, pasi që viti është bukur i gjatë me përmbyll, aty pa dyshim që kur e kthem kryt mrapa në kime po pak diçka, pak gëzime, pak trishtime, pak është kjo pjesa jetës që din, ato dinamikat e jetës. Po, Samia e citoj shumë mirë, do më thonë, nuk kom pas nëjë diçka që më ka dëshpru, për jashtë e muj me thonë, prej, si, s'po di qësh me, dhimbje muj me thonë për kolegë që i kemi humbë shpatin edhe tash s'mund me shemin. Dhe me thonë kjo ku një diçka që më ka prek. Është e vërtet. Më naj diçka tjetër nuk kom pa, si më ka... Shqetsu ose... Shqetsu e kështë gjana. Si sukses, do me thonë, jam i lumtur edhe në përgjithësi dytë lumtur që jam i shnosh edhe krejt rrethin edhe familjen e krejt. Edhe që keni vullnetin e punës. Shnosh edhe vullneti punës është, si tha dhe Samia, do me thonë përpjekjet duhet më konë që me bu një projekt të mirë, edhe me bu në përmasa që janë krejt 100%, edhe të shi tjerat bohen ka dalë. Përstaj për këtë muzikë, si në dëshprim e kështu, si të e shoh vetën si po thu, mu dëshpru pak, veç që i lexoj komentet njëherë. Si di shoh, këtë pozitive, motivimi kthehet prapë. Mirë, po nga njerë shpesh kemi motivim ose ngritje edhe prej atyre të cilat din me ka negative, po na e dim të vërtetën. Ato negativet, unë menoj që... Ko si s'ka, ka dhe negativa, po janë shumë të ralla. Kur unë menoj me... Deri sa dikush nuk të ofendon e kështu, si pëlqen e diçka e komenton për mu është okej, e pranoj ato, nuk e marë si... Si serioze. Kur ka kritik konstruktive, menoj që është shumë mirë, por kur kritikon në mënyrë konstruktive, do të me ditë se çka po kritikon. Që ajo është pika kryesore. A kur del edhe bani koment, si tha dhe Samia, vetëm me fy, me shamje, ofendime, e këso gjona, unë menoj që ato s'kan vend, do me thonë, përgjithësi në shoqnin tonë. Kështu që nëse do në me bo një kritik, okej, bëne një kritik edhe... Me zgjedhë mënyrën që me kritiku, jo me të thy, ose me të ofendu, edhe ti mu ndërtupi. Për që asaj pjesë. Jo, normal, se njëri dhe i kritika u mëson. I kritikumi gjithmonë është një hap para kritikusit, pasi që shkan të rritë, ndoshta pjesën realisht drejta. Qa jo është, dhe me thonë, ofendimet nuk janë të mira, për kërkan, një kritikë mund është me abo, edhe funi funit, kërkush nuk është i detyruar me të ndëgjuhe. Apo den pëlqen, ndëgjon s'të pëlqen, thu që kjo s'pun pëlqen, okej, unë... Nuk ka diçka të jo që mundet me t'inglu mesazh jo adekuat, ndoshta tek rinia, as tek të më shumit, as tek gjeneratat e mesme, pasi që menoj që gjithat këngët janë me një mesazh adekuat që ne na duhet edhe është e mirë për
edhe përveç tanë që me ndëgju edhe me një publik edhe me një familje edhe me krejt. Janë ato tjera të këngë të cilat meritojnë me të vërtet kritika, pasi që vetë mesazhet janë të atilla të cilat s'na hynë punë as ne edhe as askujt. Tash po kthehemi tek pjesa e live-it. Këngëtarët më smirti din ta prezantojnë veten e tyre në pjesën e këngës kur interpretojnë aty për atë. Krejt ata të cilët ju ndëgjojnë e din që kënani mirë, padyshim. Po mirë edhe mirë me këndu gjithmonë është ajo vulja e asaj pjesës kur këndojnë këngëtarët live. Edhe herën e emisionin e kaluam, më me thonë që pjesa live ka qenë pjesa më e bukur e emisionit. Kështu që sot kemi një botë disojpe. Po, padyshim. Na punë kemi ka. Me gjithë Padyshim. Patjetër që po. Edhe kisha dashur një pjesë, një këngë prej juve, që ta këndojmë live, mandej të shkojmë edhe me pak bisedë edhe të arrimi edhe në fund të shtatë intervistës. Sot fletën e bardh, e zbukurojnë gërmat, sot këngën ma të bukur, po e këndojnë zemrat, se ma të fellë se deti, e ma të lartë se mali, strelë që e ka pas, zemrën e një djali. Para emrit tanë, po s'behet çdo fjalë, një monali musaj, ashtë liber i gjallë. Shqipi fola tokës, shqipi fola qiellit, me gjuhën ma t'vjetër, thash faleminderit. Po nuk mjafton kënga, as falënderimi, me kujtu një zemër, një vëlla Dugagjini. Faleminderit. Strofa parë më refren. Faleminderit shumë. Një Monali Musaj. Ishte knatësi. Sa ushtroni me pas një vokal që ka shtë mirë së bashku dhe me qenë i ngjajshëm? Kemi punu shumë kemi punu, sidomos kohëve të fundit, nuk e di pse, amo diqysh na u kana pravit zonat janë shumë afër. Edhe normal tani që kur je rregullisht që punon, dhe jau nën menen, si thonë popullor, që edhe detaje, për shembull se realisht kur këndojmë veç e veç, kemi ka pak stilet ndryshme të këndimit, por kur hi me këndu bashk, mune me, do me thonë edhe 100%, Kalonin në një vokal. Po, edhe ato, që ato janë edhe specifika tona, për shembull se jemi edhe të veçantë, kështu në atë kuptimin muzikal, me thonë, po kur on pyetje me bashkëpunim, apet del 100%, po. Harmonizum në veti, si thonë. Po. Se u pova jo pjesa e vokal, ishte shumë i ngjajshëm, si të këndoj një zë. Si të këndoj një zë. Kënga ishte dedikim? Dedikim Po, për i dedikohet një Monali Musajt. Kushëri afërt janë. Kushëri Që afërt shprit janë. kënga? Kënga është prit shumë mirë, kjo këngë është realizu, ka një kohë që është realizu. Profesor Nimoni, do më thonë, në konë ka dhonë mësim në gjimnazin e Pejes, o konë magjistri gjusë letërsis, masanej o konë, do më thonë, edhe në politikë involvumën, në lidhën demokratike, o konë involvumën në pajtimet gjache me Anton Qetën e me atë grupin e përparëm, o konë për 2 legislatura nëse s'gaboj deputet, Komendin e Kosovës. Tash s'kem qa folë na për Nimonin e din, si do mos rreti Dugagjinit, edhe jashtë Kosovë e njojnë shumë. Neve na ka jemi shku më kënu shtu. Mbi emri Ali Musaj direkt na kanë pyet për Nimon Ali Musaj. Struk për shembull, ka ndodhur Direkt. kjo. Jo një herë, por shumë herë na kanë ndodhur kjo. I ka fika, okej. Tash me fol për Nimonin, mas pari herë do të me marrë me shkru krejt komplet se tut na Na gabojmë. Keni bojë diçka në atë rrugtim, është kënga, flet Po, kënga. kënga e flet mas mirë historinë, Po. e përshkruan Flet komplet kënga, foli ajo personalitetin që është. refreni i këngës Po. ju që ju keni dediku, por edhe kënga komplet padyshim, pas që kur pyeten njerëzit rrugës për ta, edhe kënga gjithmonë do të jetë edhe e suksesshme.
Sami, cila është një synim ose një dëshirë jotja e madhja që ti e ke veçu pak a shumë për vitin 2026? Dëshira jemja. Për pos muzikës. Dëshira Unë e di me është, kallëzu këto. mos pari është Okej. më konë gjithë shnosh, pa një të lashe, pa një diçka tjetër, negative dhe me punu. Dëshira ti o konë me përfundu stanin në bjeshke që ato e ka realizu dhe më thënë. Ajo po kry për tash, për 2026 nuk ka o fjalla. Po dhe që ajo o kry, Ani ka tash dhe një 2026 ditë të shkushkullin e atje, ku të pesh? Jo, të nejtë është non-stop. Kjo të është Non-stop? shfridzu. Të është shfridzu është. Pesi jemi ardhë. Qysh qysh ishin ju shto bukurit e Kosovës që kemi ne, bjeshkat, sa dina na me shfridzu që jetojmë këto? Se ju jetoni jashtë dhe vini shfridzoni bjeshkan, natyren krejt. Na jetojmë që të ne nas shkojmë mi pa, rrallë ndodhe jo. Po është një bukuri që ta ka falë Zoti, do më të dush me ditë me shfridzu, me shiju. Infrastruktura mungon edhe pak. Që aty deshta me dalë. Tash, për shamull, nuk Si mundëm... me kohën regulohen edhe ato është Nuk mundëm shumë mirë. Kosovën me krahasu me Zvicrën për shembull, se ata i kanë ndoshta infrastrukturë, ne kanë të rregulluar. Po edhe Kosova o ka shkon domethënë në çat drejtim, edhe kur krijohet infrastruktura, Qashtu jep në një pak vullnet. atëherë edhe njerëzit fillojnë me dalë, po edhe e vrejnë që po valla po ja vlej ka. E kur nuk e ke provu një sen, ndoshta nuk mundesh me ndi atë sen. Jo, kjo liria e lëvizjes që ka ndodhur tek ne, sa ka qenë ju te kjo një diçka plus për vizitat, për familjarët, për Po, ka qenë një plus shumë i madh për neve. Bile në rastin, në familjen tonë kemi një rast, vllavi joni i vogël që u martu, domethënë ka bo dasmën në Zvicër, edhe kanë mujt krejt familja në ardhë atje. Qa domethënë është një... Për para është duk me viza, me sene, me... Jo se është dash më ardhë krejt në Kosovë. Po dhe, tash... Ndryshë s'kish shumë... Domethënë lëvizjet janë shumë ma të leta. Ma të leta dhe është edhe shumë ma mirë për krejt. Okej, edhe ishte edhe një rast i veçantë edhe i mirë. Mu bo një dasëm shqiptare në Zvicër me ne, që me bashkë familjarët e juaj atje bashkë më bëm. është një diçka e mirë. Para fundit edhe para aty në mesazhave që ju do i përcjellni për këtë vit, unë du që të mendoni edhe diçka, edhe një performance live të kem për juve. Mandena në fund do ta dëgjojmë edhe një këngë qoftë balad apo cilën ju e shihni që e keni më për zemër, dhe kështu dal nga dal do të arrijmë edhe në përfundim të intervistës, mirë po si fillim dua edhe një këngë edhe një pjesë të një këngë live për juve. Në telefon dora po më shkon, por zemra me thirë zgudzon, edhe pse mali po më djege po më përvlon. E them hajt që ndoshta më thret, dhe idhnimi kalon vet, gjdo dit vetën e gënjej, kur vjen ata, shpesh ndodh që nuk flej. Të ndjej, ende të ndjej, veç në ndër takim gjej. Gjdo mëngjes që pa ty zbardh, jo, ma mirë mos kisha ardh. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Mungoja jo pjesa, cop. Cop. Ajo është tjetra. Ajo tjetra është. Çanga tjetër. Dashni e ndalume. Ajo është dashni e ndalume. Këngët në Titullohet e paharrume. këngët në të vërtet janë shumë të mira. Zëri është nivel dhe jam mëse e nderuar që jeni në studion e Fontanës. Diçka që ju keni dëshirë edhe plan për vit, për vitin që po vim. Tashte
Jemi duke punu Projekte edhe treja disa jemi. projekte treja. Edhe kohëve të fundit na kanë ardhur aq shumë projekte të mira. Po, Sa s'po dini cilin me realizu për para, na? E vërtet është kjo shumë, ta thëm në thojza në sikleta, din se dyqysh vullneti po është, koha nuk po premton, edhe qysh mi abo me i realizu sa ma shpejt, por shumë shpejt do të vjen edhe një balad, edhe një 3 ose 4 këngë tjera janë në punë, do me thonë janë të punu, edhe tash të këshyrim që po na japet mundësia me kohën për me mujtë me realizu sa më shpejt që mundem. Do shta, kur është diçka e mirë që vjen, edhe me shku ka dale nuk prish punë. Sa me ato planet e tua të cilat ti ke synim për pas që fletëm edhe pak për këtë pjesë, për pas realizimit të projekteve dhe atyre të gjitha, diçka që synoni, që ju keni sugjeru fëmijëve, që ke priti s'bën me mikë. Fëmija, tonë fëmija janë mosh më të madhe se sa ta unia, do më djali madhe që i ka boj 20 vjetë, i vogli i bën 19 në janar, janë, do më i vogli ka qenë zanate, ka përfundu zanatin, i madhe ka dhe në pushim të verës edhe e përfundon zanatin, normal këshilla, me vazhdu më tutje, me shkollim, me same. A kanë diçka me pas këndem, talent për a ju muzikën sugjeron, kanë. a i mundu është mi largu? Po nuk i nguci, nëse nuk e dojnë vetë, nuk i pëlqen vetë, nuk i obligoj kur zdo do mund. Që të më du të me ndërhy pak, talentin kanë, talentin e kanë, zonën e kanë, se jo pak. po këtë punë do më thonë duhet me dasht vetë, se nëse nuk e donë vetë, është problema, dhe edhe imponim nuk është mirë me bo, do më thonë pe vetë Me qenë se kanë talent, edhe nëse hynë nuk është problem, se unë përshot do këtu të na në Kosovë që janë prindrit, këngëtar e kënojnë, po me krahasu me prindin, fëmijën dhe prindin, unë nuk ja kisha propozu për vete, nëse nuk e kish pas talentin. Jo, me të vërtet, unë e kam inqizime. Po sa ju kallëzën që është punë e lehtë dhe se është një punë që dënë gjithmonë. Nashta edhe kanë po, nashta edhe i kemi mërzit na me... Po, jo. S'ma vërmendje këtë. Për momentin nuk kanë interes për ka muzika, janë ma shumë, kanë ato hobet e veta si tri, po më rëndësi janë mirë, janë qetë, po probleme, po kreativ janë shumë për jetë, kanë ideja për gjithçka. Shumë, unë jam i kënaqur me ta deri tash, inshallah vetëm shëndetin edhe. Këtë kënaqësi uroj që ta kesh gjitha vitet e jetës. Avne, çka ju sugjeron ti ose sa mundosh me inkuraju ose me i largu prej pjesës muzikës, pasi që muzikat mos harrojmë që është një diçka që dën gjithmonë të jesh aktiv. Unë kam pak një spjegim pak më ndryshe ose një përjetim pak më ndryshe në krahasim me Samin. Djali i madh, do me thonë, ka knu, qysh i vogël, edhe ka knu non-stop gjitha këngët i ka ditë, sidomos tonat, edhe kur i boni 4 vjetë e gjys, babi tha, s'du mo me knu. Thash, okej. Thash, e qka po dënë me bo? Tha, po du me lujt futbol. Do me thonë, prej asaj dite, a i lunë futbol, tash i bën 14 vjetë një janar edhe aj, edhe kur se ka nalë futbolin, edhe i dyti njejt, plus minus, si thojnë, edhe aj njejt ka vendos, talent 3 kanë, unë e sho se unë i kom 3 djemë, te i vogli menoj se her do kur do, a i ka me knu. Amo jo diçka me ja imponu unë, ose diçka po pej vetë vete. Sepse non-stop, edhe kur është të lujt, edhe kur veç fillan edhe këndon. Pej vetë vete. Edhe menoj, nështë që... Ka mu këthy një dit, ka me i tregut muzikës. Po, e ka provu dhe me futbol, po e ndërprev se nuk o ka i pelqen, e që tash o kam lyp në boks me shku. Tash u do me ndru shka. Tash tu i ma mirë, hajde këna me mu. Këta 12 janë të orientu mun ka futboli. Ky vogli, nuk e di njerë në boks, o kam li, po 8 vjeç,
Se dini edhe Djemë që janë kështu par natyra, futbollave, boksave, janë natyre ndryshme. Shtë kom pas këtë procedurë në herë prap, herë boks, herë fitness, herë sene. Vajzë apo atë Samiri? Jo, vajzës. Lojnë, kokit pak të dytë me një farë mangësie e vogël është, po... Po tash. Ja, s'kem. Po, s'prish Qef punit. kom pas me pas një vajzë. është një mangësi pak e vogël e jetës. Po, gjithsesi plotësohet me mbesa, padyshim. Patjetër. Një mesazh për fund, pasi që edhe një këngë do e ndëgjojmë në fund të emisionit për juve, atë të cilën ju ma sugjeroni dhe ma propozoni që t'ja citoj regjis. Një mesazh për fund, sa me priteje? Mesazh për gjithë është me menu sa ma shumë pozitivisht, me punu sa ma shumë, pas respekt për një tjetrin sa ma shumë, edhe qka që për mu. Faleminderit shumë. Avne? Unë uroj gjithëve që të kenë shëndet, që të kenë mirësi, begati, respekt me njëri tjetrin, edhe që të ndihmojnë njëri tjetrin mbrana mundësive të veta se çka i kanë, edhe kaq. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë prej të dy, të cilët gjetët kohën që t'jeni së bashku në televizionin e Fontanës, pasi që jeni shumë edhe të angazhuar në këto festa të fundvitit. Unë ju uroj një vit të mbar, dashuni dhe harmoni familjare së bashku, këngë të njëpasnjeshme, projekte të reja dhe ta keni gjithmonë atë pjesën e mirë kuptimit së bashku, pasi që Razin, sidomos në studio. Jeni mesazh dhe shembulli adekuati i të rinjve tonë. Faleminderit shumë për ftesën. I vllaznive. Faleminderit shumë që ishit në studio. Gjithat mirat për juve dhe suksese. Faleminderit edhe për juve. Miqtë të dashur, kaq kishim për sonte, natën e mirë dhe mirëmëngjesit.